Famultari i kishës katolike në Shkodër, Don Vlash Palaj, në meshën e së dielës ka sulmuar ashpër politikanët shqiptar, duke i konsideruar si shtresën më ignorante dhe më të ulët të popullit. Përpara besimtarëve, ai tha se etja për pushtet i ka tjetërsuar dhe tashmë mëkati i korrupsionit po i çon në burg njëri pas tjetrit. Vëreni këta politikanët tanë. Me këtë situatë që është krijuar nuk bëjnë gjë tjetër veç se tregojnë çfarë janë dhe më vjen keq për ta sepse më duken shtresa më ignorante dhe më e ulët e popullit shqiptar. Pse? Sepse ju jepet pak pushtet. Njerëzit e kanë këtë bujari. U japin pak pushtet. Po ushtrojnë të mirën, por jo, ata mbledhin vetëm për vete. Nuk është problemi te ajo që mbledhin, por nxjerrin në pavarfrinë e shpirtit të tyre, atë mizerien e brendshme. Njerëz të cilët jetojnë vetëm për të pasur diçka dhe shpërfytyrojnë natyrën e tyre duke përfunduar në burg. Si more në burg tit, kemi votuar për të na bërë mirë, s'kemi problem, bëni mirë edhe për veten tuaj, por mos abuzoni deri në atë pikë sa të na merrni në qafë, sa të na hiqni bukën e gojës, sidomos atij që lufton ashpër çdo ditë vetëm për bukën e përditshme. Aty është e pafalshme. Mëkati të çon në vdekje, prandaj mëkati i korrupsionit të çon në burg, të çon në burg. Thot Krishti, herët avon çdo gjë do të dalë dritë. Kanë etje për pushtet të shkretet, prandaj devijojnë. Si nuk doli një të thot, kam etje për të shërbyer.